Dikur bujqësia ishte lopat, kazn dhe djers mbi ball. Pun krahu nga mëngjesi deri në darkë. Po sot, balli nuk djersit më, sepse teknologjisë dhe inteligjencës artificiale nuk i ka shpëtuar as bujqësia. Dronët fluturojnë mbi fusha, traktorët s'kan nevojë për shofer. Mund të duket si një sekuencë e shkputur nga një film fantastiko-shkencor, megjithatë, ky tashmë është një realitet i zbatuar në shumë shtete. Do thoni ju, po fermeri. Fermeri mund të pi kafe në mëngjesit dhe të kontrollojë çdo gjë nga telefoni ose tableti i tij. Në Britani, një projekt mbolli dhe korri pa dorë njeriu. Në SBA, fermat vertikale automatizohen çdo hap, ndërsa robotët me lazer ose sensor parandalojnë baratekçia dhe sëmundjet. Kështu robotët kursejnë kohë, para, burime dhe reduktojnë përdorimin e pesticideve. Vitin e kaluar tregu i robotikës në bujqësi vlerësoi mbi 13 miliard dollar. Parashikimet janë se brenda 10 vitesh do të arrijë deri në 86 miliard dollar. Kjo do të thotë se do të ketë një rritje më shumë se 20% për çdo vit. Sigurisht që ka edhe disa avantazhe dhe fermerët tradicional janë të shqetësuar. Robotët janë të shtrenjtë, mund të zëvendësojnë punëtorët, të keq funksionojnë dhe të rrezikojnë kulturat, të dhënat dhe mjedisin. Po, robotët kanë sfidat e tyre. Megjithatë, një gjë është e sigurt. Me ta në fusha, bujqësia ka hyrë në një epokë që nuk do të kthehet më pas.